Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Ai është i gjithdituri, ai është fuqiploti, gjithdëgjuesi dhe gjithvështruesi. Ai është i drejti, është bujari. Ai është falësi i madh, mëshiruesi i madh. Po gjithashtu edhe zemrimi dhe ndëshkimi i tij janë të rëndë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Mëkatet e Mëdha, i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ku në vazhdim autori thot bab men idda'a ma laysa min lah. Kapitulli i cili flet rreth pretendimit të njeriut për diçka që nuk është. Pretendon që është dikushi që realisht ai nuk është. Wa man idha khasama fajar. Dhe gjithashtu, është si rezultati i kësaj që gjatë polemike shpërthen. Autori fillimisht në këtë kapitull aludon të hadithi Abdullah ibn Omerit, në cilin përmenden cilësitë e munafikut, i cili kur i besohet diçka tradhton, kur flet rren, kur premton mashtron dhe kur kacafytet ose ka ndonjë polemik shpërthen. Këto janë cilësitë e munafikut që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu bën pjesë edhe kjo ose autori tash don ti referohet atij hadithi edhe ose të argumentohet me të për njerëz të cilët realisht kjo është një lloj rane, një lloj gënjeshtre që njeri me pretendu se është dikushi që nuk është. Më saktësisht, në vazhdim autori sjell një transmetim nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu dhe Abdullah ibn Mesudi, cilët kanë thonë: "Men qala ana mu'min fa huwa kafir, wa man qala huwa fil janna fa huwa fin nar, wa man qala huwa alim fa huwa jahil." Kush thot, unë jam besimtar, ai është pa besimtar. Kush thot, unë jam në xhennet, ai është në xhehenem. E kush thot se unë jam i dijshëm, ai është ignorant. Fjala është që njerëzit pretendojnë këto gjëra, duke u mburr me to, me vepra nuk janë askund, mirë po janë vetëm pretendime prej tyne. Sa i përket te e para, kush thot se jam besimtar, në kuptimin, ne e dim çka është besimi. Besimi përfshin krejt fen. E kush është ai njeri që ka arrit me praktiku krejt fen, me thonë unë jam besimtar me plot kuptimin e fjalës, ose besimtari ose besimi i dobishëm është ai besim i cili pranohet te Allahu azza wa jall. E kush është ai i cili mund të thotë se besimi im ose vepra ime ose puna ime është e pranuar te Zoti? Jo, këto nuk janë cilësi, këto janë cilësi jo të mira. Përderisa besimtari që shtohet El-Hasan El-Basri rahimahullah kanë bashku mes veprës të mirë dhe frikës. Pra bojnë punë të mira dhe të njëjtën kohë kanë frikë, a ju pranohen as ju pranohen. E jo me pretendu se e ka përsos imanin, se ka plotsu imanin dhe besimin, ose deri në atë shkallë që më thonë, unë jam xhenet. Jo, është frika që ata njerëz të cilët e kanë këtë vetë pëlqim, dhe ata njerëz të cilët kanë këtë pretendim, që të ndëshkohen me të kundërtën. Dhe gjithashtu, ai cili thot jam i dijshëm, pretendon se ka dije, e na e dim që dija e dobishme është ajo që reflekton vepër dhe në punë. I sheh me punë nuk është askon, kurse me fjalë pretendon se është ku me disa i dijshëm. Kjo është vllazni krejt tema është në kuptimin që njeri pretendon, lavdërohet para tjerëve, se më thonë nuk është me vepra kërkon vetëm fjalë,
Se në situata të caktuara na shtat detyrohet njëri me thonë që e di këtë çështje. Pezom diskutohet në çështje në familje ose në shoqërinë një rreth. Dhe një njeri thot, unë kam lexuar për çto. Kam lexuar filën librin thot kështu. Ose në një vend kur është situatë nevojë për këshill ose diçka, don me këshillu, unë jam hoxh. E kjo kështu. Domethënë se njerëzit, domethënë i qetëson, ti nuk je tu mburr me këtë, po ti je veç të dosh me tregu se ajo që po e përcjell, po e thu me dije, jo vetëm pse pretendon. Andaj këtu është qëllimi dhe vërejtja e autorit. Në vazhdim, autori sjell hadithin e Abu Dharrit radiallahu anhu, të cilin e ka shënuar edhe Imam Bukhari dhe Imam Muslimi, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Laysa min rajulin idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Kjo përmend realisht edhe dersën e kalu. Thot nuk ka njeri i cili pretendon se i përket dikuj tjetër, jo babait të tij, duke di që ai nuk është babai i tij, vetë se ky ka mohu. Masa ne vazhon. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Kto është kjo që lidhet me neve. Thot dhe kush pretendon se gëzon diçka ose ka diçka ose çu përmendën ato ma herë gjona të tjera. Ai nuk është prej neve ai person. Pra se nuk ka cilësi e imanit, nuk ka cilësi e besimtarve, nuk është nga mësimet e pejgamberit alayhis salam që njerëz me pretendu diçka që nuk e kanë. Pra nuk është prej neve ai që pretendon se gëzon diçka e që nuk e gëzon realisht atë. Wal yatabawwa maq'adahu min an-nar. Përkundrazi le të përgatit ulsin e tij në zjarr. ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Dhe kush i thot një besimtari, një muslimani, ose akuzon një musliman me kufër, me çufër që ka dalë nga feja, ose i thot o armik i Allahut, kjo nëse ai nuk është i tillë, kjo do t'i kthehet atij që ka thonë. Këtë i kena marrë të kapituj, edhe më herët i ka përmend autori që këtu janë nga mëkatet e mëdha dhe gjunat e mëdha. Pra, autori këtë kapitull me kaq e mbyll, pastaj sjell një kapitull tjetër ku flet pak më shumë rreth diturisë, pra rreth njerëzve që pretendojnë dituri dhe me to mburren para tjerëve, thot babu dawa fil ilmi iftikharan. Sot kapitulli i cili flet për pretendimin e dijes ose diturisë nga mburja, qëllimin e ka më mburë, se nuk është i tillë, mirë po më mburë para tjerëve. Këto autori sjell një hadith që transmetohet nga Omer radiallahu anhu, i cili thot e përcjell nga i dërguari sallallahu alajhi wasallam që ka thonë: "Yadhharu al-islamu hatta takhtalifa at-tijaru ose at-tujaru fil bahri." Do të shfaqet Islami, pra do të përhapet, do të triumfon Islami, saqë do të përzihen tregtarët në det. Do të thonë do të rritet Islami, do të zgjerohen tokat muslimane dhe do të bëhet tregti mes tyre dhe tregtarët do të lëvizin. Wa hatta takhudha al-khaylu fi sabilillah. Dhe kuajt të futen në luftë në rrugën e Allah subhanahu wa taala, po përgatiten në ushtri që ato vende vetëm të zgjerohen më shumë e të rritet shteti islam. Pastaj thot pejgamberi sa: "Thumma yadhharu aqwamun yaqra'na al-Qur'an wa yaquluna man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna." Pastaj thot do të shfaqen do njerëz të cilët lexojnë Kur'anin dhe do të thonë: a ka kush më i lexueshëm se na? A ka kush më i dishëm se na? A ka kush më i aftë se na, që ka fik më shumë, që njeh gjonat e fesë, njohuri më shumë se na? Thumma qal, pastaj ka thonë pejgamberi sa: "Hal fi ulaika min khair?" A ka hajër? Pra i pyet sahabët, çka mendoni? A ka hajër tek këta njerëz? Këta njerëz që mburren kështu, a ka hajër? Përderisa në Islam sot sinqeriteti, modestia, a që njerit mos mburret,
Thot, a ka hajnë ta? Kanë thonë, Allahu wa Rasulu alem. Allah dhe pejgamberi sa me din mas miri. Vazhdon pejgamberi sa më thot, ulaike minkum min hadhihi al-umma. Këta janë prej juve, prej këtij ummeti. Wa ulaike hum waqudun nar. Por të tillët do të jenë lanë të djegësve të xhenemit, Allahu na ruaj. Ky transmetim është i pranueshëm dhe na e dim o vllazni që me ata njerëz që të parë që do të hapet zjarri i xhenemit, me 3 njerëz që do të hapet zjarri i xhenemit, një prej tyre është dietari dhe lexuesi Kuranit, i cili nxan dije, i cili lexon Kur'an që njerëzit thonë i dëgjush, i dishëm dhe lexuesi i mirë i Kuranit, që njerëzit të qesin në vend kryevenit, pra ta respektojnë, ta nderojnë. Allahu na ruaj. Kështu që qëllimi nuk është i nxonjes së dijes, i leximit të Kuranit që njëri të lavdrohet prej tjerëve ose të merr pozitë ose diçka. Përkundrazi sa më shumë që te njëri të shtohet dituria, e rrugës është dhe ajo që është e drejtë është që të shtohet te ajo modestia, përkushtimi, për ulja ndaj Allahut azza wa jall, frika ndaj Allahut te bareke ve taala, të shtohen punët e mira, të ruhet prej gjunave. Sot Hasan al-Basri rahimahullah, sot Allahu azza wa jall e ka zbrit Kur'anin që të punohet me te, të veprohet me te. Kurse njerëzit leximin e tij e kanë bë punë. Do të thonë mjaftohen apo arrin me lexu Kur'an e po e realizoj qëllimin që ka zbrit Kur'ani. Jo. Padyshim se qëllimi është që Kur'ani të lexohet, dhe është adhurim dhe ibadet. Mirë po nuk mjaftohet me kaq. Qëllimi final i zbritjes Kur'anit është që ai të përkthehet në vepër dhe në punë, që të veprohet me te, kjetohet me Kur'an. Për qëllë Hasan al-Basriu, një rast, po në kohën e tij, në kohën e tabinëve po flet. Sot rahimahullah i shfaqet në kohën tonë, lexues të Kur'anit, sa që kom dëgju prej njënit prej tyne. I cili thot, e kam lexu Kur'anin, felem usqit minhu harfa, nuk më ka ikë se kom anashkalu, asë një shkryjnë për ti, qëllimin e ka s'kom bo asë një gabim. Në që shto e shprejt, pra mburët që ka lexu Kur'anin për menqa, në edhim për me bo hevd Kur'anin, me mësu për menqa Kur'anin, o mund, o pun, do në kohë. Kë, thot, e kam lexu Kur'anin, dhe asë një gabim prej fillimit deri në fund, asë një shkryjnë nuk e kam huqë. Pra se kom anashkalu, asë një shkryjnë. Qka të Hasan al-Basriu? Wallahi bel esqata kullehu. Pasha Allahu ne ka anashkalu komplet Kur'anin. Ja një shkryjnë. E ka anashkalu komplet Kur'anin. A ku e ka shkuj qëllimin tash, a? Qëllimin e ka se Kur'anin nuk është me lexu, është me punu. Për arsye se tregon se te njerëzit disa këta që mburren, nuk shfaqet, nuk duket Kur'ani në akhlakun e tyne, sot edhe në veprat e tyne. Sot nuk janë këta, as lexues të Kur'anit, ma bi qurra, wala ulama, wala al-wura'a. As nuk janë njerëz për lexues të Kur'anit, të mirëfillt, as nuk janë të dijshëm dietar nga dietar dhe as nuk janë nga ata që kanë frikën Allahut azza wa jalla dhe janë të kujdesshëm. Andaj asesi njëri të mos pretendon diçka që nuk e ka, e në veçanti çështja e dijes, e sidomos dija në aspektin e fesë. Na hiç nuk hezitojmë, domethënë me fol në fe, dije, pa dije, ose me hin debate, me hin gjana të cilat ndoshta nuk kemi njohuri mjaftueshëm dhe me pru vendime, fetva, kështu, njëri duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Allah azza wa jalla inshallah e kërkojmë nga Allah azza wa jalla të na jap sinqeritet. Ato që të mësojmë për Allahun azza wa jalla dhe synimi jonë të jetë që ato ta shndrojmë në vepër dhe praktik në jetën tonë e jo të mburrim para tjerëve me te. Vazhdim, autori e sjell në kapitull tjetër ku thot bab dhikru juhudi ni'me, atë kapitull që flet rreth mohimit të mirësisë
ose begatisë. Për cjell hadithin e të dërguar sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka shënuar edhe Buhariu dhe Muslimi, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: Uritu an-nara fa ra'aytu akthara ahliha an-nisa. Mos paraqit zjarri i xhenemit, ose në një transmetim të Muslimi e kam pa zjarrin e xhenemit, dhe kam pa se shumica e banorëve të tij janë gratë. Shumica e banorëve të xhenemit, pra, ka pa i dërguar se që janë gratë. Dhe çka vazhdon pejgamberi, çka thotë? Sot yekfurne, për arsye se ato mohojnë. I thanë sahabet, qile yekfurne billah, mohojnë Allahun, pra janë pa besimtare. Sot pejgamberi thonë jo. Yekfurne al-ashir wa yekfurne al-ihsan. Sot e mohojnë burrin dhe mohojnë mirësinë. Qysh? Sot law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalet ma ra'aytu minka khayran qat. Sot nëse sillesh me to mirë, je mirë sjellës, ose i ban mirë gjatë gjithë jetës, pastaj të ti shet diçka që nuk i pëlqen, ose nuk e ngon për diçka, me thonë kështu. Sot s'kum po hajër pej teje kur. Këtu është rreziku. Dhe kjo është ai pak shpjegimi i asaj që ka ardhur edhe kur ka ndaj mosmarrveshje në familje dhe hyn në këtë cilësinë e munafikut që njëri shpërthen kur hyn polemika, me amohu tjetër të mirën. Amo kjo është cilësi, subhanallahu, për me pejgamberi që është cilësi e grave, që nëse nuk e ndëgjon, nuk ja plotson një dëshirë, nëse diçka, nëse si ka rujt Allah azza wa jall e me kon kujdesshëm, me kon besimtarë të mira, shumë lehtë i mohon gjitha të mira që ke bo për ta. Autori përmend hadithin shkurt. E përmend këtë verzion, domethënë të hadithit. Realisht ngjarja është e gjatë. Pejgamberi sa kur e thot këtë, ose ka po zjarrin e xhenemit, realisht e ka po në namazin e nxënjes së diellit, kur e ka fal salatul kusuf. Veç njëherë ka ndodhur kjo në jetën e pejgamberit, veç njëherë ka fal. Duke u fal namaz, sahabët e shohin pejgamberin që zgatet përpara dhe zgjat dorën sikur po do me kap diçka. Pastaj kthehet si friksum. Dhe masane i pyesin sahabët, se nuk ka kanë pa asnjëherë një veprim të tillë të pejgamberit selam, dhe tregon se ka pa xhenetin, dhe ju kanë shfaq begatit e xhenetit dhe sheh edhe rushin dhe don me marr një kalavesh rushit. Pastaj shfaqet xhenemi dhe sheh xhenemin dhe prej gjanave që përshkruhen në xhenem që i ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka po në këtë rast, ose me këtë rast, e ka po Amr ibn Luay. Amr ibn Luay është i parit për kurejshve banorët Mekës që ka pru i dhujt pej Shamit i ka qu në Mekë. Dhe ato kanë fillu tani njerëz me adhuru i dhujt. Pro pejgamberi me ka po në zjarr xhenemit. Pastaj pejgamberi sa në këtë rast e ka po në zjarr xhenemit atë gruan e cila ka pas ti mos, as si ka jap me se ka ushqy, as se ka lënë të lirë me ushqy, derisa ka ngurt. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam e ka po në xhenem një njeri i cili i ka vjedh haxhilirt me një kroç që shpërshkruhet se tash tu kalu njerëz me deve se me çka kanë kalu, ai me kroç dellën ja ka marrë xhanat. Domethënë, një farë hile, si kur ka njëherë është e çuditshme, i keni po hile sot njerëzit lloj hile bojnë për me vjedh sot, ose për me i marrë, domethënë, mallin e njerëzve. Nëse haxhiu e sheh, thot u kap, mu kap diçka. Nëse jo, e merr. E ka po pejgamberi sa në zjarr. Dhe gjithashtu i ka po edhe gratë. Ka po edhe për zinon flet. Domethënë, zinaçar duke ndeshku. E që realisht, që shtash e ka Abdurrazaku, Allah e rujt,
Këtu përmenen 4 gjunohet për gjunoheve më të mëdha. Pejgamberi shumë shpesh ka paralajmëru për 4 gjunoheve të mëdha, që janë shirku, është vrasja, me amor me dikujt tjetër, pa fajshëm qoftë njeri, qoftë këtë rast krijes, për shkak që është përmend te mosa. Gjithashtu vjedhja dhe zinaja. Këto janë edhe për 4 gjonave që ka ndalu pejgamberi sa edhe në haxhin lamtomir, siç ka hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ela inma hunna arba. Ato janë 7 mëkate të mëdha. La tushriku billahi shay'a, mos i bëni shirk Allahut asgjë. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe mos merrni jetë pa të drejtë, vetëm me hak, jetën që ka ndaluar Allah subhanahu wa taala me marrë tjetrit. Wala taznu wala tusriqu, dhe mos bëni zinë, ruani nga zinaja dhe mos vjedhni. Këto janë 4 mëkate të mëdha, 4 gjunohat e mëdha. Gjithashtu autori për këtë kapitull, mos të zgjerohemi shumë, e ka sjell hadithin tjetër ku thot pejgamberi alayhis salam, men la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Kush nuk i falenderon njerëzit, se ka falendëruar as Allah. Pra njeriu duhet të jetë mirënjohës. Sikur që duhet në rand parë të jetë mirënjohës ndaj Allah subhanahu wa taala, njeriu duhet të jetë mirënjohës edhe ndaj njerëzve të tjerë të cilët sillen mirë ose të bëjnë mirë diçka. Gjithashtu autori sjell edhe një hadith që është hadithi i fundit në këtë kapitull. So pejgamberi alayhis salam, men u'tiya 'ata'an falyujzi. Kujt i bëhet një e mirë, pra jepet diçka, i dhurohet diçka, le të shpërblen ata, le të kthen atë mirë me të njëjtë ose me shumë edhe me më të mirë diçka. Falyujzi bihi in wajad, nëse ka mundësi me kthy, le të kthen atë mirë. Wa man lam yajid, e kush nuk ka mundësi, nuk ka diçka me kthy atë mirë, pra me kompenzu, atëherë falyuthni bihi. Le të përmend, le të lëvdon këtë njeri. Në atë kuptim me lëvdu, jo në kuptimin nënçmues me lëvdu ose para tjerëve, se nuk është mirë të lëvdohen njerëzit, po t'ja përmend atë mirë. T'ja përmend atë mirë. Mos e mshef atë mirë. Për arsye se vazhdon të thotë pejgamberi, fa inna as-sanashu, pra se përmendja për të mirë e kësaj vepre të mirë faktikisht atij personi, kjo është një lloj falënderimi që i bëhet atij. Dhe vazhdon të thotë, fa in athna faqad shakar. Kur njeri ja përmend të mirën dikujt që ja ka bë, e ke falënderuar. Wa man katamahu faqad kafara. Sot e kush e mshef të mirën, ai vetë që ka mohu. Po e mshef se përmend, se pranon. Andaj njeriu duhet të jetë mirënjohës, njerëzve mundohet të mirën që ta ka bë dikush, me ja kthy me të mirë, nëse ka mundësi edhe me më të mirë diçka, po s'poku me ndonjë të mirë. Nëse nuk ka asgjë, mundet me përmend për të mirë, si forma edhe më e mira, që është lutja, doja, mu lut për të. Allahu të shpërbleft me të mirat e tij, lutje edhe doa të ndryshme. Dhe që thot edhe pejgamberi, nëse njeri ti përmendet e mira, pra e përmend ose lutesh për të, kjo tregon mirënjohje prej teje. Nëse e mshef atë se përmend, lutesh për të askur gjë, atëherë kjo tregon se ti je mohus ndaj asaj të mire. E lutim Allahun subhanahu wa taala, na bën prej robëve të tij mirënjohës, të cilët janë mirënjohës ndaj Allahut azza wa jall, janë mirënjohës edhe ndaj njerëzve. Ta bën Allahu azza wa jall prej atyre që shtojnë nga dituria e dobishme dhe punojnë dhe veprojnë me atë dituri. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.